Tuneli Ballokut. Balloshi, u shpu. Megjithse i përfolur që në fillim se po lehtësonte lagjet e luksit në Palas, tuneli i Llogaras fillimisht dha shumë shpresa për një qarkullim më të shpejtë dhe më të sigurt të gjithëve drejt jugut të vendit. Por raportimet e fundit janë sinjale alarmante që nuk mund të injorohen nga askush me ndërgjegje qytetare. Rrjedhja e ujit brenda tunelit që në dimrin e parë është dëshmi e qartë se ka probleme serioze ndërtimore dhe inxhinierike. Ky fenomen jo vetëm që shkel standardet e sigurisë për përdoruesit e rrugës, por edhe rrezikon jetën dhe pronën e qytetarëve që kalojnë përditë në këtë vepër infrastrukturore të ndërtuar me shpenzime të konsiderueshme për buxhetin e shtetit. Situata i mbivendoset të dhënave hetimore të dalës së fundmi se kompanitë që punuan në projekt kanë operuar për vite pa dokumentacion të plot ligjor mbi financat dhe sigurinë. Shqetësues është edhe fakti se dyshimet për mungesën e çelikut dhe komprometimin e cilësisë së ndërtimit të tunelit dalin të dokumentuara edhe në përgjigje të publikuara mes firmës greke të mbikëqyrjes së punimeve dhe ish zyrtarit Elvis Berberi. Në këto komunikime flitet hapur për probleme serioze teknike, për materiale që nuk përputhen me projektin dhe për presione që synonin mbylljen e syve ndaj shkeljeve. Kjo tregon se alarmet kanë ekzistuar që gjatë ndërtimit, por janë injoruar me vetdije. Zëvend kryeministri Balluku dhe figurat e larta të administratës së drejtuar prej saj janë përfshirë në hetime për shkelje të ligjeve të prokurimet dhe abuzime fondet publike. Çdo person publik apo privat që ka kontribuar në shkelje të ligjit duhet të ballafaqohet me pasojat sipas kodit penal dhe administrativ. Siguria e jetës njerëzore duhet të jetë mbi çdo interes tjetër.